Le të hapim mendjen dhe zemrën tonë sot, derisa jemi duke u përgati që të hymë në adhurim të gjithë së bashku. Dhe nuk ka gjë më të mirë që të fillojmë të mbledhurin sot me fjalën e Perëndis. Prandaj, le të dëgjojmë dhe pastaj të zbatojmë atë që thuhet tek Psalmi 100. Është një psalm që thret për të lëvduar Zotin. Dërgojeni klithma gëzimi Zotit, o banor të gjithë tokës. I shërbeni Zotit me gaz, ejani para tij me këngë gëzimi. Pranoni që Zoti është Perëndia. Na ka bërë ai dhe jo ne vetë. Ne jemi populli i tij dhe kopeja e kullotës së tij. Hyni në portat e tij me falënderim dhe në oborret e tij me lavde. Kremtojeni, bekoni emrin e tij. Sepse Zoti është i mirë, mirësia e tij është e përjetshme dhe besnikëria e tij vlen për gjitha brezat. Psalmisti po na jep këtu të paktën 6 arsye sepse ne duhet të adhurojmë Perëndin sot. Dhe më pëlqen se sa bukur e thjesht e fillon psalmin kur thotë që arsyeja numër 1 pse ne duhet të lëvdojmë Zotin është sepse ai është Perëndi. Dhe psalmisti pasaj nuk e përfundon me kaq, por ai vazhdon dhe na jep edhe 5 arsye të tjera për të adhuruar Zotin sot. Dhe ato janë: ai na ka krijuar, ne jemi populli i tij, ai është i mirë, ai është i qëndrueshëm, ai është besnik. Amen. Le të lutemi së bashku dhe pastaj do të vazhdojmë të këndojmë së bashku. Perëndi i shejt, Ati ynë qiellor, falenderoj Zot për mundësinë që kemi ne me u mbledh sot këtu së bashku dhe për dritu zemrën e mendjen tonë drejt Teje dhe për të kujtuar madhështinë tënde, dashurinë tënde, hirin tënd. Zot, na jep një zemër të përulur sot për të drejtuar sytë tanë drejt Teje dhe për të marrë nga fjala jote dhe për të adhuruar emrin tënd shejt, sepse Ti ai i deni për të adhuru, për të lavdëru. Unë lutëm o Perëndi në emër të Jezusit. Amen.
dëshiroj unë. O Zot, dua të njoh ty më shumë. O Zot, dua të njoh ty më shumë.
E mirë dhe lavdishme sot më mbledh sërish këtu së bashku. Është një gjë inkurajuese, ashtu siç edhe u përmend nga motra jon. Edhe tani është koha për të dëgjuar nga fjala e Perëndis mësimin e të dielës. Do të vazhdojmë aty ku e kemi lënë në javën e kaluar me figurën e madhe profetike biblike të Izraelit, i quajtur Mojsiu. Pra jemi sot tek kapitulli i 14 i librit të Daljes. Kështu që mund të hapni atje Biblën që i keni me vete, ose në smartphones, ose çfarë do tjetër që ju po përdorni për të qasur në fjalën e Zotit. Pra jemi ende, kjo është muji i 4, ndërsa jemi duke nda mësime që lidhen më shumë me se çfarë është ajo që Zoti në fjalën e tij në Bibël e quan besim. Ajo çfarë Zoti e quan në fjalën e tij me zan bes. Ajo çfarë quhet bestar, bestari. Bibla e përdor me mia herë këtë fjalë në shkrim, e vetëm 2 herë shumë qartë, por edhe 2 herë të tjera në mënyrë indirekte përmendet fjala fe. Pra shikoni dallimin se si flet fjala e Zotit Bibla, që flet për besimin të zonit bes, e plot herë, pra me mira herë, kurse vetëm 2 herë drejt për drejt dhe 2 të tjera pak më indirekt flet për ajo çfarë fjala që quhet fe. Sot ne dëgjojmë shumë kudo në publik, kudo që takojmë njerëz që flitet më shumë për fjalën fe. Nuk ka një nocion, një fjalë të kaq shumë që shpërdorohet nga njerëzit, nga klerik, nga kudo qoftë, sesa kjo fjala fe. Çka do thot fe? Është vetëm manifestimi i jashtëm, sistematizimi i asaj ndërgjegje ose një gjëje që është e brendshme dhe për ta dukur për ta bërë të shfaqur jashtë. Pra, ne nuk jemi duke folur për fe, nga perspektivë Krishti nuk erdhi me sjell edhe një fe të re në glob. Krishti erdhi nga qielli vetë si një person, si një zbulesë, me pas një takim drejt për drejt. Çfarë është më e madhe, çfarë është më e rëndësishme? Të kesh marrëdhënien bir, bab, bir, apo të jetë përmes një projekti, të jetë përmes një organizate, të jetë një projekcioni tjetër marrëdhëniesor. Shikoni se si Perëndia është duke folur dhe se si Perëndia është duke vendosur gjërat e veta në fjalën e tij. Jemi te një kapitull shumë me interes të madh. Libri i Daljes, pra libri i dytë i Biblës i quajtur Eksodi, dikun shqip është Dalja. Këtë mësim të sotëm të dielës e kam titulluar Besimi i pikës pa kthim. Besimi i pikës pa kthim. Pse po e quaj kështu? Sepse ndërsa lexojmë, shohim Daljen kapitulli 14 dhe 15, çka shohim në këtë kapitull? Të 2 kapitull. Shohim zemrën e asaj që quhet teologjia shpëtuese. Në kapitulli 14 shohim zemrën, thelbin e asaj që quhet, e atij që quhet besimi i pikës pa kthim. Edhe treta është kapitulli 14 sidomos e 15, zemra se ka duhet me dal dhe ka del adhurimi i vërtet. Prandaj, kapitulli 14, 15 i Daljes është zemra e këtyre 3 temave e që më vonë pasaj shtrihen edhe në krejt në fjalën e Zotit. Deri këtu, deri te kapitulli 14, ne kemi pa Mojsiun duke shkue, duke u dërguar nga Perëndia tek faraoni, ushtria e tina,
pallatet e tina, rojet e tij, ushtria më e madhe, më e fuqishme e kohës për disa qindra vjet. Sikur sot që është një superfuqi si është Amerika, Shtetet e Bashkuara. Dhe Mojsiu ishte vetëm një bari. Dhe sot i dërgon disa herë. Ne kemi pa nga java e kaluar dhe herën tjetër disa herë ktheu te faraoni për arsye të ndryshme. Perëndia duke dërguar. Faraoni pra shkon tek Mojsiu, shkon te faraoni dhe pastaj kthehet. Dhe Zoti u zon prap shko e prap do të kthehet. Dhe tani vjen një rast tjetër. Vjen një ngjarje tjetër. Arrin diçka Perëndia me krijuar që Mojsiu nuk ka mundësi më u kthye, nuk ka më kthim. Vjen situatë e tillë që nuk ke mundësi edhe me shkuar edhe më u kthye. Sepse tash Perëndia është duke përgatitur që populli i Izraelit, minimumi 2 milion dhe maksimumi 4 milion veta, duhet me lëshu Egjiptin e me dal me kaluar detin, kënduam këngën e fundit këtu, me ecë në përdet, me kaluar detin e kuq, edhe me dal andej, në tokë të thatë. Prandaj është quhet, po e quajmë besimi i pikës pa kthim. Është o krejt, o hiq. O faqebardh, o pander. Në këtë moment, krize, në këtë moment situatash që nuk ka alternativ tjetër. Në këtë situata që nuk ka tjetër çfarë të mendosh. Është vetëm një shikim, një rrugë, një dalje. Nuk ka tjetër. Prandaj quhet besimi i pikës pa kthim për Mojsiun. Në pikën ku po vendoset Mojsiu, pra është një gjendje, një rrugë, një kashe. Kam përmendë edhe më përpara, kur u vendosën rrugët një kashe në Prishtinë, atëherë kishim një polici që ishte policia unëmikut, e nuk i kishim këta tanët që i njofshëm e pak tolerojnë. Ata të dënonin po si e hy gabim në një rrugë, një kashe. Po kjo asgjë nuk është kur ti je duke drejtuar një makinë. Çka të kushton nëse ke hyrë gabim në një rrugë të tillë, ku pason një gjob, 20-30 euro, edhe kthehesh, nuk bëhet nami, nuk je duke drejtuar askën tjetër, ndoshta në makinën tënde është vetëm një familje ose vetë. E Mojsiu është duke e drejtuar një popull të tanë, ndoshta 4 milion veta, me dal nga Egjipti në nis për në tokën e premtuar. Shikoni përgjegjësinë e një lideri, shikoni përgjegjësinë e një njeriu, shikoni se si Zoti po punon me një person. Dhe cila është sfida më e madhe e Mojsiu si një lider? Nuk është deti. Nuk është ushtria e Egjiptit që po e ndjek pas. Nuk janë kërcënimet, mungesa e ujit. Nuk është shkretëtira, anash. Mojsiu më së shumti u sfidua nga ata të cilët ai u udhëheqte, nga populli i tij. Populli i tij, populli i Izraelit, thoshte, reagonte, a na ke pru këtu para detit, në këtë shkretëtir të vdesim, a nuk pat varë në Egjipt?
Po atje ne ishim sklever, ama ishim më të sigurt. E këtu na ke sjellë në një vend që është i pasigurt. Ankesë, kundërshtim, pas kundërshtimi. Mojsiu po ballafaqohej me këto dy situata. Pikën pa kthim që duhet besoj, edhe popullin që po e drejtonte, të cilët ankoshin, të cilët kërkonin më u kthye mbrapa. Sa herë edhe ne personalisht ballafaqohemi me idenë më u kthy mbrapa. Si person, si një ekip, si familje nga njëherë, si popull. Më u kthy mbrapa, do me thonë atje ku ishim me pak, atje ku i dim rreziqet e ku ishim më rahat. Na kanë nguc pak, ama mirë, aty imi kanë na kanë lënë. Buk na kanë dhënë, e kemi ditë ujin që ka, e kemi ditë pak ujin me flajt, ama tash kemi dalë jashtë rahatisë. Njerëzit zakonisht kënaqen me pak, e Perëndia kishte një ditë më të madhe se kaq. Ju doni me u çlirue, ju doni me fitue lirin, ju do të delni nga një sistem tjetër, ju do të bëni një popull ndryshe. Me juve do të filloj me përmbush premtimet e mia. E ata mbrapa. Mbrapa duke menduar. E vetëm një njeri, një lider, një udhëheqës që ndronte në këtë mision. Sa është e rëndësishme liderin me pas lider ose udhëheqës. Normal edhe popull. Por vreni këtu se si është duke punuar Perëndia. Pra kemi urdhrin me dal nga Egjipti, edhe kush pe bën këtë urdhër? Zoti. E kemi këtë dëshirën dhe këtë vullnetin e faraonit me shku me ndjek hebrejt. E kush pe bën këto? Prap Zoti. Qysh pe bën? Shkrimi na thot, ai e ngurtësoi zemrën e faraonit edhe u vërsul kundër hebrejve. Në cilën do pikë Zoti është duke shkaktuar në fakt një krizë. Krizën nuk është duke shkaktuar as Mojsiu, as faraoni, as hebrejt, as egjiptasit, as ushtria e kësaj perandorie. Jo, këtë krizë këtu, në të vërtet, është Perëndia duke orkestruar. Pra ne duhet të dim se krizën kush e orkestron. Kush e shkakton krizën? Nëse nuk e dim se kush e shkakton krizën, ne nuk dim çfarë do të besojmë. Ne tundemi. Ne kthehemi kundër tjetrit. Ne dojmë me shkue, me u drejtue ka sklavëria. I bjen që Kosova me u drejtue ka Beligradi ose ka Stambolli. E zdin çka me ba me lirinë e vetë. Perëndia shkakton kriza. Edhe ai është Zot. Edhe jep një mesazh më të madh dhe krijon një realitet të ri. Perëndia mund të bëjë mrekullina të ndryshme. Por ai do t'i bëj këto mrekullina dhe përmes krizave të ndryshme, po ata që s'kan besim hiç, e akuzojnë edhe ata. Do thonë, ti je duke shkaktuar ma ke bë këto. Pra do të kuptojmë që mas çdo krize nëse vjen nga Perëndia, ai ka një qëllim, ai ka një synim dhe do të dalë në fund Perëndia, autori i çdo gjëje. Pse është Perëndia autori i kësaj krizes? Është interesant.
4 herë në këtë kapitullin 14 thuhet, unë dëshiroj me marë lavdi nga faraoni edhe ushtria e tina. Unë du me marë lavdi, thot Zoti. Sot Jezu Krishti është duke thënë të njëjtën fjalë në shumicën e vendeve arabe, në Indi e në Kinë. Unë dua me marë lavdin nga ky popull që në andej. E një popull tjetër këndej, e janë duke e shpërdor këtë liri. Zoti ndërhyn kudo, me madhninë e vetë, me mjeshtrinë e tina, duke përdor njerëz, duke përmbytur sisteme, duke bë sisteme të reja e çfarë do tjetër. Pra, Perëndia urdhron me dal, Perëndia ja ngurtson zemrën faraonit, që me thonë, pe i përdor, para mendoni, Zoti është duke i përdor armiqtë e hebrejve, faraoni dhe ushtrinë e tij më u dhon mesazh popullit Izraelit, hey, s'ka kthim, ku po shkoni? Nuk ka kthim. Ata i ndishin me i vra, kurse populli thoshte, na po kthehemi prapë në Egjipt. Na ndodhe me ne dhe me njerëzit sot, njohin Krishtin për një kohë, e pastaj kthehen aty ku i kanë sepse dikush e ka kërcënue me largim nga puna. Dikush e ka kërcënua atë që njohu Krishtin, jo po miqt jën kundër. Jo po një kojshi aty është dëshiron diçka me ba. Jo po një dashur më ka lanë. E çka bëjmë na? Kuajve për para se më rrit katon, ju thëshëm gjermanisht, na i këshmi fol kuajve pe fillimi gjermanisht. Cërrik. Çka është cërrik? Mbrapa. Na jemi popull i kulturum, i kena folë kauqeve dhe gjermanisht, le më shqip. A njerëzve ju këna thonë hajvan, a kuajve ju këna thonë, hajde babush. A njerëzve hajvan, a kuajve ju këna thonë, kijeve, hajde birë. Sot i dëgjoj tritë shumë duke thonë jetitit, hajde birë. Unë babën të ame këmë një të thonë kaut, hajde biro. Hajde birë. Pra, Perëndia po përdor faraonin, ushtrinë e tij speciale 600 qerre. 600 qerre përmendet, kishin nga 3 persona, 3 luftëtarë, secila qerre, janë 1800 ushtarë të komando special. Ju duke ju dhënë mesazhin e Izraelit, ju nuk keni alternativë tjetër më kthye mbrapa, por duheni para. Pse ti dhe unë duhemi me lejua, duhet me rënë në gjendje që me të hap mendja, me të hap zemra edhe me marrë vesh përmes krizës. E kur nuk rrallës e heq, nuk të hapet zemra, nuk të hapet shpirti për frymën e Perëndis nga fjala dhe bindja. Pse du të me kërkue, pse du të me lejue, pse du të me rënë atë situata që veç përmes krizës më udhëheq edhe më drejtue. Mojsiu i thot popullit, kapitulli 14, 13, vargjet 14, rrini këtu, mos lëvizni, sututni, rrini këtu, mos lëvizni. A i tha se, Zoti ka me hapë rrugën, kemi me ecë në përdet. Do të kalojmë, e kjo udhë ka me konë pakthim. Kalimi detit, janë 2 epoka. Brapa lojmë Egjiptin, para është toka e premtume. Kalimi detit është pashka e vërtet. Kalimi detit është sot sikurse ungjilli. Kalimi detit për Izraelin u bë shpëtim, se dolën. E deti u bën dëshkim për Egjiptin sepse u mbytën.
A nuk na thuhet e njëjta gjë në Ungjil? Që fjala sot, Ungjilli i cili sot është shpëtim, nesër do të jetë ndëshkim për ty. Si? Se bindimi, dëgjojmë, vim të ai, shpëtohemi edhe ne ripërtrim marrëdhënien tonë me Zotin. Bëhemi fëmijë të tij, jo më skllav, siç u kënduam nga grupi i Galdimit, por bija të Perëndis. Kjo është çfarë Zoti po e përdor simbolikën e detit edhe fuqinë e Ungjillit sot. Deti për hebrejt u bë shpëtim se kaluan, e për egjiptasit që po i ndiqnin u bën dëshkim, u vranë. Janë gjetur plot e përplot, karroca edhe artefakte të tjera në detin e Kuq, pikërisht aty ku kanë kaluar ushtria e Egjiptit. Njëherë dikush e bëri një lloj sarkazmi, tha, po jo bre se aty ku kanë kaluar Izraeli është një farë tokë e vogël, aty edhe kur të ka batica, aty çohet edhe kanë mujt me dal. Dhe ishte në këtë debat një person që po diskutonte dhe i tha, po, ka mundësi, nuk e di, s'kam qenë aty, nuk e në gjeografin, ama di një gjë. Sot nëse pas ka pas aty batica dhe u kon ujt jo ma thellë se sa 50 cm, hajde dhe 1 metër, lavdi Zotit, qysh ku kanë myt aty hebrej, ata ushtria e Egjiptit. Qysh pas ka pas mundësi që këtu me kalu në këtë cektin hebrejt, pa thërë në kam, e nënën tjetër një ushtri ku kanë byt aty. Artefaktet e gjetura, mundi me kërkua ku do në YouTube dhe mund të gjeni. Deti për para, shkretëtira anash, ushtria pas. Çka dush me pas ti? Në këtë rast, a fe a besim? Pra ti e për para detit, që du të mu hap. Je për para shkretëtirave anash, që s'ka kur gjë. Edhe mbrapa e ke ushtrin që po të ndjek. A fe a besim në Zotin? Çfarë manipulimi u bëhet njerëzve me emrin e fesë? Besim. Jezusi na ka çortuar për mospasje të besimit të bollshëm. Asnjëherë kërkon nuk e ka çortuar që ti s'pas ke kufar feje ose ke fe pak. Çka është kjo? Fe pak, fe shumë, qysh? Besimi mund të jetë pak, besimi mund të jetë këtu, besimi mund të jetë andej. Po feja nuk është kështu. Shkoni se feja pra ke vetëm një manifestimi jashtëm për një vepër, për një diçka me bë. E po mirë, Perëndia nuk është duke taktizuar, Perëndia nuk është duke manipuluar, po Perëndia është duke drejtuar, edhe është duke marrë, duke kërkuar lavdin e vet. Edhe ky është sherri që ka nisur mes Perëndis Jahve edhe faraonit. Se ata thanë ne nuk e njohim, kush është ky fare Perëndia juaj? Mirë, tash po tregoj pra. A je ndesh ndonjëherë në jetën tënde, në një rast, në një udhë që s'ka pas kthim? Çka ke bën? Je ankue, je trazue, ke bërtit, ke bo panik, apo i ke shfaq Zotit lavdi dhe ke prit prej ti fuqi. Është besim kur thua po falënderit për rrugën pa kthim ku je ndesh. Mund të lutesh, mund të adhurosh. Shpreh me besim.
Pra, këtu për në thuhet, edhe shohim që Izraeli nuk ishte në asnjë mënyrë gati për liri. Më përpara zgjedhen me konë në sklavëri se sa në liri. Ma i sigurt pra në sklavëri se sa në lirinë e Zotit. Ma rahat jam me zinxhir në kam, në dur, ama kam ku me fjet edhe kush s'ma merr shpirtin. Kështu mendonin ata të shkret. Se sa me dinitet, e se sa në liri, e se sa me u përdor një vegël nga dora e Zotit. Kjo i bjen që njeriu për sigurinë e vet i harron që i ka zinxhirt. Njeriu për sigurinë e vet e harron që e pranon që është skllav. Ma mirë me sklavrinë se sa diçka tjetër. Pra nëse është siguria, edhe sklavria bën. Mos harrojmë këta zinxhir, se në dhjatën e re, pikërisht thuhet se Krishti Jezus erdhi me i thye zinxhirët e sklavërisë. E mos jemi duke jetue si ata të burgosnit, i keni pa që shdokun kur lëvizin të burgosnit, sa pak pik shpresë kanë ta, sa ashtu është gjendja, me zinxhir në duar, ata që janë më të rrezikshëm në zinxhir në kam, e ata që janë ekstrem të rrezikshëm me zinxhir edhe në qafë. Mëkati kështu ka baj, ka lidhur njerëzit. E Jezusi ka ardhur që ne me asqell zinxhirët tanë me i thye e me dalë në lirin e vërtet. E mos më mshef. Pra, liria vjen nga Zoti. Liria është kërkon guxim. Edhe çlirimi kërkon guxim. Edhe Mojsiu i është përgjigj këtyre situatave me besim, me guxim, edhe në mënyrë profetike. Ai e diti se Zoti ka me hap. Ka me hap detin. Ç'është e diti? Nuk pati zbulesë. Nuk është që i tha Zoti, unë kam me hap, Mojsi që ty po të kallëzoj, tjerëve ti mos u kallëzo. Bënu pak hero. Nuk i tha kështu. Por ai e dinte duke i folur Zoti edhe duke pa këtë plan edhe duke pa këto çfarë dorën e Zotit, ai e kuptoi çfarë po bën Perëndia. Prandaj i zoni bes aty. I zoni bes. Prandaj u thanë në fillim aty, ne Zoti ka me hap detin. Ata thanë, "Oh, ti jeni i çmendur." Ai tha, mos keni frikë. Mos keni frikë nga liria, mos keni frikë nga çlirimi, mos keni frikë nga Egjipti, mos keni frikë me marr falin, pajtimin. Qëndroni këtu. Qëndro këtu ku ke mri, mos këshir mrapa. Këshir shpëtimin e Zotit. Ai ka më na shpëtue. Perëndia do të luftoj për ty. Po Perëndia nuk lufton edhe për jo guximtarët. Ai don që bile pak me pas guxim, me provu guximin, jo me të parë me njëherë më dërzue. Pra këtu është ajo teologjia që tha më herët shpëtuesit e ky kapitull dhe ky libër. Një popull i tanë përshpëtohet. E në Krishtin që vazhdon kjo teologjia shpëtuese në gjithë Biblën është se ai vjen për me shpëtue një botë. Tani ne nuk shpëtohemi duke kaluar një det. Deti është tani metaforë, është simbol. Egjipti është simbol. Ushtria e tij është simbol. Sot, në Krishtin, shpëtimi nuk ndalet më. Është i pandërpreshëm, kudo, i qasshëm për këtë që donë. Kapitulli 14 pra është shpëtim, e kapitulli 15 është adhurim. Pra çka kemi në këto dy kapituj? Nga shpëtimi e çlirimi vjen adhurimi. Adhurimi i Perëndisë së vërtet
nuk është diçka sikur tu nejt në një dardhë, edhe tash po bëj një këngë, tash po këndoj, nuk është kështu. Adhurimi i Perëndis nuk është një ritual 5 mëngjesit, 7 darkës, nuk është kështu. Adhurimi i vërtet ne shohim këtu nga fjala e Zotit që ka ardhur pas shpëtimit, pas çlirimit. Edhe kush i pari filloi të adhuroj, të këndoj? Fjala e Zotit na thot këtu, 15, atëherë Mojsiu dhe bijtë e Izraelit i kënduan këtë këngë Zotit dhe folën duke thënë, unë do t'i këndoj Zotit, sepse u lartësua shumë, hodhi në det kuaj dhe kalor, Zoti është forca ime dhe kënga ime, ai ka qenë shpëtimi im, ky është Perëndia im, unë do ta përlëvdoj, është Perëndia i atit tim, unë do ta lëvdroj. Zoti është një lëftëtar, emri i tij është Zoti dhe kështu është deri te vargu 21. Këndon Mojsiu, fillon populli, vazhdojnë pastaj Miriami, motra e Mojsiut, edhe gratë me vegla, me dajre. E kështu bën një adhurim. Kështu këndoj krejt populli. Sot në shumicën e kishave ku marr pjesë, edhe këtu te ne, kam një përshtypje që motrat, gratë adhurojnë më shumë, burrat më pak. Jo në telefon, jo nuk e di në i kredi, jo në i kamion dykon, jo zoni nuk e qojmë ku me ditë sa. Nuk e di pse kështu ndodhë. O burrat dyqyshi e ka nisë, e këtu na thuhet që gratë ishin pastaj e Izraelit bashkë me Miriamin, duke adhuruar Zotit, duke i bë këngë, edhe pa u ndalë. Vrene origjinën e adhurimit të Perëndis në çfarë momentesh. E ne kemi shumë arsye, jo me adhuru Zotin në mënyrë të veçantë, pse e bari këtë vepër me Izraelin, e kemi sot arsye të tjera personale, edhe ato çfarë Krishti bën për çdo ditë, për çdo kohë në ne dhe për rreth nesh edhe kudo tjetër. Pra, nëse ne nuk dim të adhurojmë Perëndin, për shkak të shpëtimit edhe çlirimit, i bjen që vepra e Zotit është veç një përvojë dhe mbetet veç për histori. Veç për histori mbetet, që jo për adhurim. Jemi nga fundi. Deti pra përfaqëson kalimin e vërtet nga sklavëria në lirinë e vërtet. Egjipti përfaqëson botën, një sistem që është në botë. Bregu tjetër përfaqëson identitetin ton të ri. Nuk ka më kthim si një veprim është se kur u takosh me Krishtin ti je duke udhëtuar përpara. Kënga është shtegu që ne i përgjigjemi Zotit në veprën e vetë dhe prej këtu fillojnë edhe psalmet çliruese. Pra pam se prej kapitullit 3 deri në 14 Zoti sigur ka përgatit kurtha, kriza për Izraelin, edhe për Mojsiun. E populli në çdo rast piktyne ka reaguar vazhdimisht pa kuptuar, vazhdimisht ka reaguar me frikë, me ankesë. Por ishte një person që shihte dorën e Zotit, Mojsiu. A ishte qëllimi i Zotit që më i thonë që hej, o popull, ju jeni me juve s'ka çka më marr. So jeni kaq të dopt, çfarë do të bëj, ju s'keni me besua. A ishte ky qëllimi i Perëndis? Do ishte një prind apo një shef, jo i ndershëm edhe jo ndërtues, kur kam i thonë fëmijëve të vet edhe punëtorëve të vet, ju kur gjën s'muni mu ba, kur ju të hajri s'keni mu ba, kur ju që të punë s'munësh me ba mirë, kur ka të punon se ti si s'bash i kualifikun, kur me krye këtë punë. Kushdo nga prindërit dhe kushdo nga persona që drejtojnë një ekipa firme, ku të qohë që sillet kështu,
ka një motiv të keq, edhe nuk është ky qëllimi që me kallëzohet që ti je më i mirë e këta tjetë kur nuk mund më bëj si ti. Qëllimi i Perëndisë nuk ishte me e bind Izraelin që ju e keni vështirë me besue, nuk ishte qëllimi me thonë që ju kur s'keni më me besue, jo. Qëllimi i Perëndisë me Izraelin ishte, po, ju ballafaqoni me këtë këto pika, unë do t'ju mësoj të besoni. Dhe kulmi i këtij kapitulli është kur dhe populli besuan. A më ka një dallim me Mojsiun, me besimin e Mojsiut. Mojsiu besoi përpara se të ndodhin ndërhyrjet mrekullit e Perëndisë. E populli besoi veç kur u bën mrekullit, edhe kur pan e përjetun atëherë besun. Pra, Zoti dena se qysh besojmë, kur besojmë. Në cilën do mënyrë që ti do të besosh, është në rregull. Por ne jemi thirrur për me pa më të mirën, më të lartën. Ai që ka besim edhe përpara se të ndodhin gjërat, është shumë tjetër nivel besimi. Mojsiu me besim që ndronte para detit dhe dinte kurse populli nuk besonte, kishte frikë nga deti. Si ndodhi mrekullia me detin është kjo. Ne mendojmë këtu që deti u hap sikur me magji. Nuk është hap kështu, sepse shpesh herë këto kallëzohen sikur me kanë pralla. Shkrimi na tregon që deti si u nda deti. Deti u nda, Zoti dërgoi, thot, një erë të fortë dhe ajo fryu fort tër natën. Edhe deti u nda. Jo që s'ka mund Perëndia me bë këtë, po zakonisht Perëndia përdor edhe ligje natyrore për me ndodh mrekullit. Prandaj kemi nevojë për një tjetrin. Prandaj kemi nevojë për diell. Prandaj kemi nevojë për tokë e për ujë. Edhe mos presin vetëm mrekullit që janë kështu blanko. Zoti bën çdo herë, por ne nuk mundemi me detyruar Perëndin me bë mrekulli. Pra neve ndoshta na duhet shumë kohë, edhe me harxhu kohë, me u bind, populli, njerëzit me kalu detin, me kalu një problem, me kalu kështu. Po, kthejmë s'ka mbrapa. Besimi vërtet është kur besimi yt, edhe besimi jam i vërtet është kur i ekspozohet veç krizës. Ja kur është rahati, kur është qetë, kur është mirë, çfarë besimi është ky? Kur ç'është mu testua, ç'është mu ekspozua ky besim kështu. Edhe krizat vinë ka do, edhe ato s'do ndalen asnjëherë, edhe jona është me qëndrua me besim. E mira, dhe gjë e fundit është se deti tregoi se Mojsiu besonte e s'kishte nevojë me u testuar. Kjo fjalë qoftë sot bekim për juve të dashtun, edhe le të këndojmë këngën e radhës.
Për me gjaku që qenë gjipote Pra merë më në vendin më të shenë